Më datën 4 gusht të vitit 2026, në një bisedë të ashpër në TikTok, unë deklaroj që gjuha shqipe është një gjuhë neolatine. Dhe në këtë grup futet rumanishtja, arumanishtja, gjuha sicilisë, gjuha sardenjës dhe gjuha shqipe. Mirë po, ajo që ka përcjell çdo kufi njerëzor është se fiset sunduese në Iliri kanë folur latinisht. Dhe kjo vërtetohet me fjalën dami, dëm në shqip, që lidhet me latinishten damnum, dhe është origjinale e Durrësit, epidamnum. Pra dëmit. Është emri për kalin e Trojës, Damnos në gjuhën tyrenase. Ai që bëri dëmin. Pra Durrësi nuk është emër origjinal. Dyrakion, që do të thotë shkëmb i zhveshur i keq, vjen nga gjuha maqedone sepse ilirët u pushtuan nga maqedonët, për të cilëve kemi toponimet greke. Pra toponimet origjinale janë nga latinishtja. Tani si ka mundësi, sepse ne u pushtuam nga romakët për 800 vjet. Mos është gjë emri epidamnum më i vonshëm dhe del sigurisht më i hershëm. Dhe vendosa të gjej prova që ka emra të tjerë latin në Shqipëri. Dhe doli emri Gentit, do thot fis, nga rase kallëzore Gentem. Mi po, këto ndryshime fonetike mendoj që kishin ndodhur në gjuhën shqipe mbas shekullit të 4. Është gabim. Kanë ndodhur përpara pushtimit romak, sepse vetë ilirët kanë folur një gjuhë latine që nuk flitej në Rom. Po ku i ke provat, do thoni ju, përveç epidamnum, pra dëmit, shqip, shqeto, është lumi i bunës, emri i cilës ka qenë Barbana. A çdo të thot Barbana, nuk ka asnjë kuptim në gjuhën latine. Megjithatë, vjen nga latinishtja. Gjë më e bukur është se Barbana ka dhënë bunë në Bosnjë. Është një emër Barbana që është bërë bunë, emër lumi, një lum tjetër nga i bunës në Shkodër. Lumi i bunës në Shkodër gjithashtu ka emrin Barbana. Madje është variante me një n dhe me 2 n, Barbana. Ky këndvështrim fonetik është pjesë e gjuhës italiane ku emrat dalin me 2 bashkëtingëllore. Po italishtja është një gjuhë shumë e vonë, mendohet të jetë krijuar nga shekulli i 10, 11. Gjuha ilire ka elemente italiane përpara se të lindte italishtja. Pra ekziston fjala Barbana me një n dhe Barbana me 2 n. Jo vetëm kaq, por edhe zgjatej zanoria, siç zgjatet gjithmonë në gjuhën latine në mes të temës së fjalës. Barbana. Kjo zgjatje shkakton edhe dyfishimin e bashkëtingëllores, Barbana. Pra është kaq latine, sa që është më latine se gjuha latine folur në Rom. Çdo thot Barbana, nuk do thot asgjë për romakët, nuk ekziston kjo fjalë në gjuhën romake, ekziston vetëm në ilirisht. Pra në ilirisht është Barbana, Barbanis dhe Barbanus. Pra Barbanis, Barbana, Barbanus janë formuar me elemente gramatikore të latinishtes. Të folur në Iliri, jo në Rom, jo në Itali, dhe përpara pushtimit latin. E pra këta janë emra që krijohen me prapashtesat latine anus, anis dhe anna. Dhe emri, për nga vinë gjithë këta emra të tjerë, rrjedhoja të këtij emrit origjinal, është barba, mjekër, që në gjuhën latine përdoret edhe për mjekrën e njeriut, përdoret edhe për bimët me gjethe të gjata, bim kënetore, në deltat e lumenjve. Pra, bimësi mjekër gjatë, është Barbana. Dhe kjo fjalë ruhet në gjuhën shqipe buna.
Merri frymthell. Sot unë provova që ju jeni vendas absolut. Dhe kanë ndodhur ndryshime fonetike të një dialekti latin të ilirëve, ndryshime fonetike që nuk gjenden në gjuhën origjinale latine në Itali. Atëherë shtrohet pyetja, nëse Barbana, se emrat e lumenjve nuk ndryshohen, janë origjinal. Është emër latin, nëse Epidamnum është origjinal latin, pranë dëmit. Atëherë rezulton që të gjitha legjendat janë të vërteta, sepse legjendat thonë që mbas luftës së Trojës, trojanët që e quajnë veten Alban, vinë nga Azia e vogël, hynë për në Iliri dhe pastaj hidhen për në Itali. Romakët kanë kaluar nga Iliria për në Itali dhe kanë themeluar Romën që quhej Alba Longa dhe romakët quhen Alban. Ky është emri ynë origjinal. Është kaq e tmerrshme, kaq e llahtarshme kjo që ka ndodhur, sa që nuk gjej dot fjalë. Si e bëra këtë zbulim, duke lexuar në origjinal Titius Livius, që përshkruan luftrat e Gentit me romakët. Po do thoni ju, po këto emra mund t'jenë vënë më vonë. Jo, sepse dhe autorët grek thonë të njëjtën gjë, këto emra kanë qenë origjinal. Edhe në Epidamnum, edhe në Barbana, dhe s'ka emër tjetër. Në Epidamnum është ndruar nga Aleksandri i Madh, që e pushtoi Ilirin, pra nuk ishte shqiptar ai. Gjuha shqipe ngjan me gjuhën latine. Gramatika shqipes është si dy pika ujë e gjuhës Sardenjës, Sicilisë dhe gjuhës Aromune. Emrat mashkullor në shqip janë krijuar nga emrat në rasën kallëzore në latinisht. Tani, kjo është gramatika shqipes. Fjalori shqipes është krejt tjetër, është një gjuhë indigjene, jo romake, prandaj emri Barbana për ne s'ka kuptim. Nuk kemi në shqip në fjalën barba, mjekër, por është në gjuhën e dakëve, është në gjuhën e arumunëve, që rezulton që janë vendas ata. Pra deri tani mendoj që ishin të ardhur, por tani rezulton që janë ata vendasit. Dhe ne flasim në fakt një gjuhë shumë të ngjashme me gjuhët iraniane. Fjalori ynë është i tillë. Fjalori trashëguar i shqipes, ndërsa gramatika shqipes është e ngjashme me gjuhën arumune, që kashin vendas ata. Pra, rezulton që ilirët shtypin monedha në gjuhën greke për t'i bërë qefin Maqedonëve. Praktikisht kishim qenë të pushtuar nga Maqedonët, por vetë ilirët emrat e tyre i kanë në latinisht, emrat e qyteteve në latinisht dhe emrat e lumenjve në latinisht, ilirët origjinal. Kjo është shumë e rëndësishme. Plini Vjetër thotë që ilirët origjinal janë në malin e zi. Prandaj, në të gjitha librat historik, nuk ju thuhet shqiptarve që nuk jeni vendas, po thuhet që ju jeni mbi thefin. Është një eufemizëm për të thënë që e gjithë Shqipëria nuk ju përket shqiptarve. Është shumë e rëndë kjo që shqiptarët banojnë mbi thefin. Është e vërtet ka shqiptar në malin e zi, atje banonin ilirët e vërtet, pra në zonën e Shkodrës dhe të malit të zi, dhe në Dalmaci. Pra nga vjen emri Dalmat ose Delegji, ai i deleve. Emër shqiptar shumë i bukur. Pra popujt lëvizin. Pra ilirët e vërtet, sipas burimeve romake dhe atyre greke, nuk kanë qenë fare në Shqipërinë e sotme, kanë qenë në Dalmaci dhe në malin e zi. Është e tmerrshme kjo që po ju them. Po faktet tregojnë gjë të tillë. Tani, Barbana nuk është shqip. Është emër latin. Genti nuk është shqip.
Është emër latin, do të thot familje, fis. Pra, ky grup i lirësh që krijuan perandorin ilire, vërtet shtypnin monedhat në greqisht, por në gjuhën e përditshme përdornin latinishten, sepse këto elemente kanë mbetur në shqipen e sotme. Por ne nuk jemi i lirë. Për ne fjala barbana s'ka asnjë lloj kuptim, as barbanis, as barbanus, as barba mjekër. Por është në gjuhën rumune dhe në gjuhën rumune barba i thon mjekrës ata. Pra i lirët e vërtet që kanë rumunët dhe rumunët. Shumë e rëndë. Ne jemi një popullsi indigjene patru. Ne i shkurtojmë fjalët. Kjo është shumë e tmerrshme. Barbana bëhet në gjuhën serbe që na pushtojnë në shekullin e 6, Bojana, dhe ne bëjmë buna. Dhe kjo buna gjendet edhe këtu në Shkodër, por gjendet edhe në Bosnjë. Pra ka ndodhur 2 herë shkurtimi i fjalës Barbana në Bojana dhe në Buna. Pra, thotë që rufeja nuk bie 2 herë në një vend, të gjitha rufet në kanë rënë neve. Shqipëria është vendi i rufeve. Zeusi na ka goditur kaq shumë me rufesa që na i ka djegur gjysmat e qelizave nervore. Pra praktikisht ne funksionojmë me një gjysmë truri, edhe prandaj shkurtojmë fjalët në gjysma. Duket sikur buna është origjinale, fjalë 2 rokshe. Shqiptari shkurton më shumë në bunë, në një rokshe. Këto që ka ndodhur në Shqipëri mund të gjesh në librat fantastiko-shkencor, ku thuhet që astronautët e braktisën tokën për të gjetur jetë në një yll tjetër, pastaj brezat e tjerë u kthyen përsëri në tokë dhe gjetën këtu njerëz që silleshin si majmun, që e kishin humbur gjuhën. Pra historia e Shqipërisë është një histori e dhimbshme fantastiko-shkencore. Ne kemi humbur gjuhën. Ne nuk e dim çfarë flasim. Flasim me fjalë 2 rokshe, 1 rokshe, dhe nuk është faji i turbo-albanëve. Të gjithë shqiptarët kështu janë, kështu është gjuha jonë, është gjuhë e prishur. Pavarësisht nga vjen emri Barbana, ne kemi bërë atë bunë. Bunë. Jemi bërë një roksha. Ka ndodhur në trurin ton një dëmtim i pandrejtshëm. Ti e ke dokument nga të gjitha autorët e lashtë. A gjen dhe në përpllaka Barbana. Madje është gjetur si emër te grekërit pontik Barbanis, emër lumi në Pontus. Pra grekët e kanë marrë nga ilirët këtë fjalë. Ju betohem, është emër i gjinisë femrore, nga lirishtja Barbana, fjalë përkëdhelëse Barbanis, mjekroshi, po ne nuk e kemi. Ka kaluar nga latinishtja ilire në greqishtën pontike, ne s'dim ç'do thot Barbana. Këtë zbulim duhet ta kishte bërë Akademia e Shkencave të Shqipërisë. Nuk e bënte dot. Pse? Po sepse ky emër nuk ekziston në latinisht. Kjo është latinishta e ilirishtes në Shkodër. Ka evoluar si një gjuhë më vete, një latinishte e hershme. E këtë si ja merrte mendja njeriut në botë. Askujt. Harojeni. Këtë bën një njeri i lindur në Dibër, një njeri i rrethuar nga njerëz skeptik, që janë gati të tallen me çdo lloj gjetje që bën ti, një njeri që ri me frikë gjithmonë se do e kritikojnë, dhe njeri që është ndikuar kaq shumë nga kjo mënyrë kritikizmi, sa që ai studion me thellësi çdo autor të lashtë, Titus Livius, dhe zbulon fjalë latine që nuk ekzistojnë në latinisht. Por kjo nuk e bën inteligjenca kompjuterike, haroje. Nuk e bën Jokli, nuk e bën Majri, nuk e bën Pederseni, sepse ata duhet të kishin lindur në Dibër. Dhe po të kishte lindur Norbert Jokli në Dibër,
Ai do e kishte ndier veten të rrethuar nga nazist që në moshën 6 vjeç, duke i fshehur librat në sqetull. Në fakt, poshtë rrobave, se po të shihnin me libër në dibër, ti mbarove. Domethënë, siç janë trajtuar çufot në Gjermani, ti ashtu je trajtuar në dibër që në moshën 6 vjeç. Nga nazist, ignorant, një rokësh. Kjo është Dibra. Dhe Dibra krijoi pra një gjigant që e kuptoi që jemi një popull një rokësh. Këtë zbulim nuk mund ta bënte askush, pra vetëm një njeri i tmerruar në Dibër. Nga ky nazizëm ignorantësh. Ne na rrethon nazizmi ignorantëve. Këtë se kisha menduar më parë. Ju falemnderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor. Të dashur nazist.